Fjala elhamdulillah e mbush peshorën e njeriut. Ai na tregon neve se do të vi një ditë kur do të vendosen peshorët tona. Jo peshorët e njerëzve tjerë, se unë dhe ti e mbajmë mirë peshorën e tjetrit. Në gramaturë e peshojmë atë. Ama kur vjen puna për të peshuar peshorën tonë, s'kemi qef na peshohen punët. Aty i kemi qef pa peshore. Allahu Gjellëshanu me drejtsinë e tij thotë çdo kujt do t'i vendoset një peshore, dhe ajo është peshore që nuk bën pa drejtësi, se atë peshore e ka kurdis i drejti Allahu Gjellëshanu. Thot profeti alayhis salam, do gjeni atë ditë që fjala që rëndon më shumë peshore, do gjeni atë ditë që fjala që e mbush peshorën është fjala elhamdulillah. Çfarë do të thotë elhamdulillah? Të falenderoj shumë o Zot për të mirat që më ke dhënë mua. Të falenderoj o Zot për shëndetin që më ke dhënë. Të falenderoj o Zot për familjen. Falenderoj o Zot që më dhe mundësi ta shoh këtë diell, se ka shumë njerëz që nuk e shohin. Falenderoj shumë o Zot që më dhe mundësi me ngrënë, se ka shumë njerëz që nuk kanë mundësi me ngrënë. Falenderoj o Zot që pasi ha ushqim e kam shijuar ushqimin, se ka shumë njerëz që han por nuk shijojnë. Falenderoj o Zot që masi han ushqimin, shkojnë dhe nxjerrin atë pjesë që është e padobishme, se ka shumë njerëz që han dhe pinë por nuk e nxjerrin dot. Vetëm kaq imagjinoni vëllezër besimtar, njerëz të cilët nuk kanë mundësi të nxjerrin urinën e tyre, ujin e holl. Prandaj o Zot, falenderojmë për të gjitha të mirat. Të falenderojmë me shpirt dhe me zemër. Të falenderojmë dhe me gojë, por të falenderojmë dhe me të mirat që na ke dhënë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë do të vi dita që ju keni për ta parë se ajo fjala elhamdulillah i ka mbushur të gjitha peshorët tuaja. Prandaj Zoti na shtoft falenderimin ton dhe na bëf për atyre që këtë falenderim e gjenë atë ditë kur do të kënaqen shumë me falenderimin e tyre.